Paralizojmë shikimin e zodiakut Gafores. Çfarë planeti ndikon tek Gaforia? Ndikon planeti Hënës, ka vendosmërinë, ndriçimin dhe vendosjen e planeve të mëtejshme. Gaforia, si është aktualisht Gaforia? Çfarë do jetë tek Gaforia në vazhdimsi? Financat e Gaforia dhe romanca në pjesën e tyre. Tek Gaforia, gjithçka po fillon një ndryshim i ri tek ju. Po fillon dhe në financat dhe në vendimet që ju mbani në vetvete. Gjithsesi ju kërkoni të jeni në qendër të vëmendjes, sepse kërkoni sigurinë dhe jeni duke bërë një vepër të re në vazhdimsi, po gjithsesi unë shikoj që gjithmonë keni simbolin e krishtërimit, mendoni për priftëresha dhe bëni sa më shumë lutje në vetvete, sepse kërkoni pasuri në këto kohë, ju ka humbur diçka, pasuri, financë dhe në këto kohë ju po mendoni se si ta realizoni këtë lloj pasuri dhe të shkojnë në vendin e duhur. Identiteti femër te Gaforia. Identiteti femër, shikoj që jeni në qendër të vëmendjes, jeni duke hezituar çfarë vjen tek ju. Keni 3 qëllime. 2 qëllimet janë të vendosura tek ju dhe ju tash po filloni të vendosni dhe të merrni një plan të ri. Mund të ndryshoni vendin e punës, mund të keni një arritje të re dhe mund të finalizoni një banesë të re ose një kontratë të re. Tek femra, dashuria është e zjarrt tek ju. Ju imagjinoni dashurinë tuaj. Jeni lënduar, keni pasur një sfidë tek dashuria, keni mendime të paqarta, po keni edhe pak frikën. Gjithsesi unë shikoj një rrezë drite tek ju, keni ndryshim, do ndryshoni dhe merrni një lajm, merrni një mesazh të fuqishëm nga universi, vjeni papritur në një moment ku ju jeni duke u menduar për më tej tek vetvetja dhe kur ju keni humbur shpresat. Me njëherë merrni këtë lajm dhe ju keni një gëzim të papar dhe filloni të hapni mendimet se çfarë do jetë tek ju. Vazhdimësia tek ju. Vazhdimësia. Sa i përket femrave, identitetit femër, jeni të hutuar në mendime. Mërzitje janë, domethënë sikur është bërë folë mërzitja tek ju. Gjithmonë kërkoni shpresë ose mendoni shpresën në vazhdimsi. Jeni duke rregulluar vetveten, duhet keni, domethënë sa më shpejt ju e mendoni imazhin ta keni të bukur, të jeni domethënë më perfekte te personi që keni përballë ose tek vendi i punës që ju zotroni, mundoni që keni një stil të ri të vetvetes, gjithsesi ju kërkoni paqen. Shikoj që ju mungon paqja dhe keni pak domethënë siklete brenda vetes dhe ju rëndon çdo fjalë, ju rëndon çdo mendim, pavarësisht se ju jeni plotësuar, po ju rëndojnë mendimet, ju rëndojnë këshillat, ju rëndojnë çdo gjë. E shikoj që ju në këtë kohë jeni shumë i stresuar. Kërkoni sa më shumë të shpenzoni financa. E shikoj financat që shpenzoni dhe shpenzoni pa vend dhe kërkoni zgjidhjen si ku mund shkuan ato financa, si çfarë veprova me financat dhe jeni hutuar në këtë kohë. Më tepër shikoj dashuritë e lënduara tek vetvetja tek ju. Sapo keni dalë në një portë mbyllur errësire. Tash po shikoj dritë tek ju, po zbatoni vendime të reja dhe sa më shpejt e shikoj që hapat që ju do vendosni janë të sigurta dhe keni prezantime të reja brenda shpirtit, brenda shoqërisë dhe brenda normave të jetës. Shikoj që tek ju ka një ndryshim. Ndryshimi vjen për pak ditë, vjen brenda 7 ditëve dhe brenda ose 7 ose 13 ditëve. Tek ju shikoj që keni një angel, mbuloni nga një petk i bardh, është një petk magjik që u gjeni vetveten dhe gjeni forcën, keni shanse në këtë kohë. Shikoj që dashuria, vazhdimsi mbas këtyre kohëve ju keni një dashuri të zjarrtë.
distancën që keni pasur, tashi vendoset një afrimitet i papar drejt jush dhe hapet një portë dashurie e re, po me personin që ka qenë larguar ose me personin që keni qenë të dashur, keni pas mosmarrëveshje, tashi shikoj që triumfon dashuria tek ju, keni, domethënë do t'i lini me një anë mbërit, do t'i lini me një anë thashë theme, do t'i lini me një anë xhelozit dhe do e gjeni njëri tjetrin, një dashuri të pastër, nga një mall që ju ka kushtuar shumë dhe nuk gjeni momentet më të bukura që ju do kaloni bashkë në këto pjesë kohe. Financat e kjo. Financat e kjo. E mendoni gjithmonë të realizoni një lloj biznesi në këtë kohë. E shikoj që hapni një lloj dokumentacioni, hapet një portë e artë dhe biznesi që keni e keni në arritje në vazhdimsi. Flas për bizneset që janë në madhështi, flas për bizneset që janë, domethënë, shumë të hapura. Po, ka një rrezë drite që ndryshon tek ju, ndryshon plan tek ju dhe ndryshon në mendje. Keni arritje në biznese. Shikoj identitetin mashkull që janë të mërzitur një pjesë, mendojnë që janë të pakta financa në këtë kohë dhe po mendojnë që të ndryshojnë strukturën e tyre, mendimet e tyre, mund të ndryshojnë një vend pune, mund të ndryshojnë një kontratë dhe shumë shpejt unë shikoj që kanë dy mesazhe, dy lajme që keni trokitur për ndryshim. Romancat e kjo, sa përket femrave, romancat e ka ato është e përkryer, e ndjeni veten të paqshme, e ndjeni veten si në qiellin e 7, sikur në hapur 7 portat e qiellit tek ju, jeni domethënë e shikoni performancën tuaj të bukur dhe mbani imazhin sa më lart. Keni frekuenca dashurie të reja dhe akoma jeni duke pritur të dashurin tuaj, po diçka të konfirmuar nga dashuria, unë nuk shikoj që është e përkryer tek ju, po ju hamensoni dashurinë tuaj dhe e imagjinoni në këtë kohë. Sa përket identitetit mashkull, vjen nga një udhëtim, vjen me dashuri të pastër, dashuri të zjarrt, keni pasur, domethënë, thashë themi, keni pasur mosmarrëveshje, keni pasur një ndarje të shkurtër, tashi shikoj që vjeni plot bindje, plot dashuri dhe shikoj që ju do finalizoni dashurinë tuaj, sido tjetë situata, sa do tjetë, domethënë, në mes tuaj tjetë pabesia ose tjetë pavendosja, ju merrni një vendim shumë të shpejt që mund të rregulloni çdo gjë që keni.